Përshëndetje dhe mirë se erdhën në podcastin tim të pest. Vedia mbi traumat është çelësi i transformimit. Unë jam Vjosa Kresniqi Maleku dhe sot së bashku do të bëjmë një udhëtim përmes dhimbjes, pranimit dhe dashurisë që nuk vdes asnjëherë. Unë shpresoj nga zemra që ti të jesh mirë dhe të preferoj që tani të marrësh një moment për të ndalur, të ulesh rahat, të marrësh ndoshta diçka të ngrohtë për të pirë dhe t'i dhurosh vetes disa minuta vetëm për ty. Ky mund të jetë një moment dëgjimi, por edhe një moment takimi me veten tënde. Sot dua të flas për një temë shumë të ndjeshme, sepse shumë njerëz e ndjejnë këtë dhimbje në heshtje. Kjo dhimbje është shumë njerëzore. Pra do flas për dhimbjen e humbjes, për zinë dhe procesin e pikëllimit që ajo sjell. E kam zgjedhur këtë temë sepse shpesh më shkruajnë njerëz që po kalojnë nëpër këtë përvojë dhe sepse e di sa shumë prej nesh në momente të ndryshme të jetës kërkojmë pak dritë, pak mbështetje, një fjalë që na ngushëllon. Dhe nëse ti je në një proces zije ose një dika që është, shpresoj që këto minuta të ofrojnë diçka të mirë. Një frymë qetësie, një ndjenjë kuptimi, ndoshta edhe pak forcë për të ecur përpara. Pra zija është një ndjenjë shumë e thellë. Ajo nuk është vetëm një emocion, por një përvojë e tërë. Një valë që përfshin trupin, mendjen dhe shpirtin tonë. Zakonisht zija shfaqet pas një humbjeje. Por humbjet nuk janë vetëm ato që lidhen me ndarjen nga dikush që ne e duam, por ne mund të përjetojmë zijin edhe përmes humbjes e një jete që kishim imagjinuar, për një ëndër që nuk u bë realitet, për një marrëdhënie që ndoshta përfundoi, apo për një periudhë të jetës që mbaroi. Ndonjëherë pra çajm për një vend pune që kemi dashur, për një shtëpi që lan pas, apo për një mundësi që nuk e shfrytzuam. Dhe ndonjëherë zija është më e brendshme, një trishtim i butë për jetën që nuk e jetuam, për vizionet tona që nuk patëm rastin të shfaqin. Nga përvoja ime në punën terapeutike, zija lind gjithmonë kur duhet të lëm pas diçka që e kemi pasur për zemër, diçka me të cilën kemi qenë të lidhur emocionalisht. Pra është një proces i brendshëm i ndarjes me dashuri, një proces që kërkon kohë, butësi dhe pranueshmëri. Prandaj, në këtë episod, dua të të ftoj ta shohësh zinë jo si një armik, por si një udhëtim. Një udhëtim që po është i dhimbshëm, por që në thelb të tij ka edhe mundësinë e rikthimit drejt jetës. Zija na mëson të duam ne më thellë, të jetojmë më të vetëdijshëm dhe të vlerësojmë më shumë çdo moment që kemi. Dhe unë të uroj që ky dëgjim të sjellë qetësi dhe në shpirt, ngrohtësi në zemër dhe një lidhje të butë me veten tënde. Dhe tema ime sotit është vetëm për humbjen e personave të zemrës tonë. Pra kur vdes dikush që ne e duam, ne shpesh mendojmë se ka ndodhur në kohën e gabuar. Themi, pse ka vdekur kaq herët? Pra na duket sikur na ka lënë vetëm, jemi të trunditur, sidomos kur ndodh ndarja papritur dhe zemra dhe shpirti natyrisht që dhëmbin shumë. Dhe pikërisht sot dua të flas për këtë dhimbje. Pse dhe si ndodh ajo? Dhe si mund të gjejmë pak paqë brenda vetes? Sepse shpesh mendojmë, kjo është fatkeqësi, nuk mund të bëj asgjë, jam viktimë e jetës etj pra. Por e vërteta është kjo. Dhimbja bëhet më e madhe kur ne i themi realitetit jo ndaj asaj që ka ndodhur. Kur mendojmë nuk duhej të kishte vdekur, duhej të ishte ende këtu. Dhe kjo jo e mban gjallë dhimbjen për vite e vite. Po nëse themi po ka ndodhur, edhe pse është shumë e dhimbshme, atëherë fillon ngadalë përmirësimi. Atëherë ne mund të vajtojmë me dashuri, pa u zemëruar me jetën. Shpirti e di vetë kur është koha për të ikur nga trupi. Kjo është një plan i Zotit.
Kjo është shkruar dhe ne s'mundemi të ndryshojmë asgjë. Askush nuk vdes rastësisht. Për ne që mbetemi gjallë është natyrisht e vështirë, por shpirti i atij që ka ikur është në paqë, apo prehet në paqë vetëm atëherë kur ne i lejojmë të shkojmë. Nëse dikush që ne e duam i ka vdekur trupi, ne duhet të mësojmë të falëndrojmë për çdo ditë që kemi kaluar me ta. Të themi faleminderit që ishe në jetën time. Faleminderit për çdo gjë. Të jetojmë me kujtimet e tyre. Asnjë shpirt që ka ikur nuk dëshiron që ne të vuajmë pafund. Sepse as ai nuk mund të prehet në paqe. Ai dëshiron që ne të jemi në paqe, që ta kuptojmë, pra ta kujtojmë me dashuri jo me hidhrim. Nëse e pranojmë këtë, e ndjejmë se dashuria e tij nuk ka vdekur asnjëherë. Pra ai apo ajo jeton brenda nesh, përmes zemrës dhe kujtimeve që kemi me ta. Sepse asnjë shpirt që ka ikur nuk dëshiron pra që ne të vuajmë, këtë duhet ta kemi shumë të qartë. Ata duan që ne të jetojmë, të buzëqeshim, ta kujtojmë atë person me mirësi. Po të gjithë, një ditë, të gjithë do të largohemi nga ky trup, nga kjo botë. Kështu është jeta, dhe është më të vërtetë shumë naive nëse ne nuk e kujtojmë këtë asnjëherë. Pra kur e pranojmë këtë, çdo ditë bëhet më e çmuar, çdo frymë bëhet dhuratë. Dhe tani, së bashku ne do të kalojmë në disa faza të zisë që ti ta kuptosh më mirë veten. Dhe në fund do të adhuroj një teknikë që është shumë e thjeshtë për lirimin e dhimbjes tënde. Pra faza e parë është mohimi dhe shoku. Kur humbim diçka që duam, jeta ndalon për një çast. Mund të ndodhë që ne marrim lajmin papritur pra. Ndodh që ai person i zemrës ik papritur, ose pas një periudhe të gjatë pritjeje. Në të dy rastet, trupi dhe mendja nuk janë kurrë plotësisht gati. Në ditët e para gjithçka duket e paqartë. Zgjohemi në mëngjes dhe për një sekond harrojmë çfarë ka ndodhur. Pastaj e kujtojmë dhe dhimbja rikthehet si një val. Kjo është faza pra e mohimit dhe e shokut. Truri e mbron veten duke mos e pranuar realitetin më njëherë. Pra është si një perde pa dukshme që vendoset përpara zemrës, që zemra të mos thyhet plotësisht. Në këtë fazë njerëzit shpesh ndjehen të mpirë, mund të kenë ndjesinë sikur po jetojnë në ëndër, sikur janë jashtë trupit tyre. Kjo është pra normale. Është mënyra e trupit për të thënë dhimbja është shumë e fortë tani, nuk mund ta mbijetoj gjithë këtë dhimbje. Dhe do ta përballojmë dal nga dal. Ne në terapi themi se mohimi është frymarrja e parë pas asaj goditje të tmerrshme. Ai na mban gjallë derisa zemra të jetë gati të ndjejë plotësisht. Pra nëse e ke pritur këtë ndjesi, mos u frikso. Është thjesht pjesë e shërimit. Ajo do të zbutet dhe ngadalë trupi do të fillojë të besojë se ajo që ka ndodhur është e vërtetë. Dhe vetëm atëherë fillojmë të hyjmë në fazën e dytë të shërimit. Dhe kjo fazë është zemrimi dhe rebelimi i brendshëm. Pra pas tronditjes vjen zemrimi. Shpesh është faza me e keq kuptuar e zisë. Mund të ndiheshin zemruar me mjekët, me veten, me fatin, madje edhe me Zotin vet. Zemrimi mund të vijë në forma të ndryshme, si mlef, si pyetje, si ankth, si ndjesi e padrejtësisë. Nëse ndihesh kështu, kujtoje, kjo nuk është mungesë dashurie, është energji e dhimbjes që kërkon dalje. Zemrimi është dëshmi se atë person e ke dashur pa mas. Dhe në thellësinë e zemrimit jeton pyetja më njerëzore. Pse ndodhi kjo? Pse me la mua? Pse bash ai apo ajo? Kjo pyetje nuk ka përgjigje. Por ajo ka nevojë të dëgjohet, jo të heshtet. Dhe në vend që ta mbyllësh, mundohu ta shprehësh atë më të qartë. Ndoshta e shkruan, ndoshta flet me një person, ndoshta me lutje, ose thjesht me një frymëmarrje të thellë kur e ndjen se po vlon brenda teje me ato emocione. Pra zemrimi është ura që të çon nga mpirja
drejt ndjeshmërisë dhe pasi e kalon, fillon të dalë në sipërfaqe një ndjenje tjetër. Dhe kjo është faji. Pra kjo është faza e tretë. Faji dhe përpjekja për kontroll. Kur ndodh një humbje, pra, mendja përpiqet ta kuptoj pse. Ajo kërkon shkakun, kërkon fajtorin, dhe shpesh e vetmja gjë që gjen je ti vet. Pra, pse nuk isha atje? Pse nuk i thash më shpesh që e dua? Pse nuk e bëra diçka ndryshe? Pse nuk bëra më shumë për ta? Pse pra? Dhe këto pyetje vijnë nga dëshira për të pasur sërish nën kontroll diçka që nuk mund ta kontrollojmë. Në fakt, faji është dhimbje e pashprehur. Dhe ne në terapi themi, kur trupi nuk mund të qaj, mendja fillon të akuzohej. Dhe në vend që ta gjykosh veten, mundohu ta përqafosh atë pjesë tënde që vuajti. Ajo kishte frikë, ishte lodhur dhe bëri më të mirën që mundi në atë moment. Pra thuaj vetes me butësi, në atë kohë unë nuk dija më shumë dhe ajo që bëra ishte mjaftueshme. Sepse pa marrë parasysh se sa fajsojmë veten, ne nuk mund ta ndryshojmë realitetin. Pra kur fillon ta pranosh këtë, zemra lirohet dhe pas fajit shpesh vjen pikëllimi i thellë. Dhe kjo është faza e katërt pra Aziz. Pikëllimi dhe dhimbja e heshtur. Kjo është faza kur dhimbja ndjehet plotësisht, kur gjithçka rreth teje humb ngjyrën e mëparshme, kur lodhja dhe trishtimi bën pjesë për ditëshmërisë tënde. Shumë njerëz mendojnë se kjo është depresion, por në fakt është zemra që mëson të jetojë në realitetin e ri, sepse kur e humbim një person të zemrës, natyrisht që gjithçka ndryshon në jetën tonë. Pra në këtë fazë, mos e shtyj veten të jesh më mirë, mos e mbush çdo orë me gjëra për të mos menduar. Trupit ka nevojë për pushim, ka nevojë për gjumë, për frymarrje, për butësi, ka nevojë për përqafime të një personi të zemrës. Ka nevojë ndoshta edhe vetëm të na dëgjoj dikush, dhe të mos na thot dikush që do të kaloj, do të bëhet mirë, sepse në këtë moment nuk kemi nevojë të dëgjojmë këto fjalë. Prazia nuk është diçka që e kalon, është diçka që e jeton. Ajo kërkon kohë dhe ti dhuroja vetes atë kohë. Prandaj, nëse s'të vjen të flasësh, hesht, nëse s'të vjen të qeshësh, mos e bëj. Nëse të duhet të qash, lejoja vetes. Trupi e di kur të ndaloj. Kur dhimbja është ndjer plotësisht, atëherë ajo fillon të zbutet vetiu. Dhe në vend të errësirës absolute, atëherë fillon të shfaqet një rrezë e vogël dritën e ty. Dhe kjo është pranimi. Pra faza 5 është pranimi dhe qetësia e re në ty. Pranimi nuk do të thotë që ti të harrosh atë person të zemrës. Nuk do të thotë që të mos të mungoj me ai person i zemrës, por do të thotë të ndalosh se luftuari me realitetin. Sepse sado që lufton, nuk do të ndryshojmë asgjë. Dhe ne nuk kemi nevojë të luftojmë me planet e Zotit. Pra në këtë fazë, diçka e re ndodh brenda teje. Dhimbja është ende aty, po ajo s'është më aq armiqësore, aq shkatruese, por është bërë më e butë dhe më e pranueshme. Dhe ti fillon të ndihesh sërish pjesë të jetës tënde, të qeshësh pa u ndjerë në faj, sepse e din se ai person i zemrës dëshiron që ti të jesh i lumtur në jetë. Ti kujton atë person, pa u thyer për brenda, sepse pranimi është si një frymarrje e re pas një stuhie të tmerrshme. Një ndjesi qetësie që nuk e detyron ti dot atë, por që vjen vetë me kohën. Dhe në këtë pikë, pra shumë njerëz e kuptojnë se dashuria nuk ka mbaruar asnjëherë. Ajo ka ndryshuar vetëm formë. Ajo është bërë prani shpirtërore. Pra në psikiatri, psikologji, thuhet shpesh, përmes përballjes me vdekjen, fillojmë të jetojmë me të vërtetë. Pra kur e pranojmë humbjen, lind një kuptim i ri në jetën tonë. E dim se koha është e kufizuar, prandaj ne duam atëherë me fort
dhe nuk I shtyjmë gjërat për nesër. Ne qeshim sot, ne I themi personave të zemër sot që ne I duam. Ne I themi sot që unë të falë. Ne nuk mbajmë natë me vite të tëra. Pra vlerësojmë çdo moment të jetës tonë. E vlerësojmë dhe jetojmë me dashuri, sepse nuk e dim se a ka nesër. Pra Zia bëhet një mësuese e heshtur. Ajo na mëson dashurinë që nuk kërkon kthim, dashurinë që mbetet si dritë e qetë në zemrën tonë. Dhe në fund shërimi pra na çon drejt edhe faljes ndaj prindit apo njeriut, pa marrë parasysh që kush ishte, pra ai njeriu që iku, për gjithçka që ne s'kemi mundur me ndryshu apo me bëjmë më tepër. Pra faljes ndaj vetes për gjithçka që s'kemi mund të bëjmë. Sepse ne gjithmonë e bëjmë vetëm aq sa ne dim. Falja nuk do të thot pra të harrosh, por ta lejosh kujtimin të jetoj pa dhimbje, kujtimin me ata njerëz të zemrës që kanë ikë nga ne. Pra, kjo është ajo që psikologët e quajnë integrim emocional, kur humbja bëhet pjesë e identitetit ton, por nuk na copton me aq shumë. Dashuria nuk vdes kurrë. Ajo vetëm ndryshon formën. Pra personat e zemrës I ndjejmë ne me zemër, edhe pse nuk mund t'i shohim me sy. Pra ti I ndjen atë person në kujtimet e tua, në mënyrën si ti do, si ti ndihmon të tjerët, si ti e sheh botën. Kjo është mënyra si dashuria mbijeton për te I trupit. Dhe në këtë fazë shpesh lind pra mirënjohja për kohën që patët së bashku, për mësimet që solli ai person, për ndjesitë që ti dha ai person dhe që ato ndjesi të formuan ty. Pra kur themi po ndaj jetës, ajo dashuri kthehet në forcë për të jetuar me plot, me të lumtur. Zia nuk zhduket, por ajo bëhet pjesë pra e identitetit ton, një dëshmi që ke dashur me gjithë shpirt. Dhe tani dua të ftoj në një ushtrim të thjesht, pra si të shkruajmë një letër pikërisht atij personit të zemrës që ka ikë dhe na ka lënë. Pra ti gjeje një letër, shkruaj emrin e personit që ke humbur, pastaj shkruaj gjithçka që do të doje ti thoshe pa e menduar shumë, pa menduar për fjalët, pa u përpjekur të jesh I fortë, vetëm shkruaj. Sepse ndonjëherë mbajmë brenda shumë gjëra, mall, fjalë pa thenura, dhimbje, faj apo mungesë përqafimi. Dhe kjo letër është një mundësi për të nxjerrë ato në sipërfaqe, për t'u folur pa pasur nevojë që dikush tjetër të t'i kuptojë ato. Fillo thjesht me një përshëndetje, ndalo pak, dëgjoje veten. Çfarë do të doje t'i thoje në këtë moment atij personi? Çfarë ka mbetur pa u thënë mes jush? Dhe nëse nuk e mund ta falësh atë person sa ka qenë në jetë, fale tani. Dhe fale veten, dhe kërkoj edhe ti falje për që të falë ty. Dhe kur ta mbarosh, mund ta ruash, ta djegësh, ta varrosësh, ose ta lësh të udhtoj mbi ujë si një varkë e vogël. Ky është veprimi yt simbolik, një mënyrë për të liruar atë që zemra ka mbajtur për shumë kohë. Tani unë dua të lexoj letrën për nënën time. E dashura nëna ime, sot ndez një dritë për ty, një qëri I heshtur, për plot dashuri dhe praninë tënde. Po të shkruaj këtë letër, jo vetëm me fjalë, por me shpirt dhe zemrën time. E di që me dëgjon sepse lidhja jonë nuk është e kësaj bote. Lidhja jonë është lidhja përmes zemrës dhe shpirtit tonë.
Te falenderoj që me zgjodhe të jem bia jote në këtë jetë. Te falenderoj për dashurinë e pastër që ma dhe në ato vite, në ato pak vite që patëm bashk mundësi të jetojmë. Në atë kohë që ti u largove, nuk e kuptoja sa shumë do të më mungoja. Asa gjatë do të mbaja brenda fajnë e mungesës tënde. Për vitet e fajsova gjithë shka, ty, botën dhe Zotin, dhe nuk e kuptoja se shpirti yt s'mund të prehej në paqë, sepse zemra ime s'të lindte të çliroheshti. Dhe tani e kuptoj se largimi yt nuk ishte fundi ynë, ishte vazhdimi i një plani më të madh, planit të Zotit, planit që shpirtër ata ne kishin zgjedhur para se të vinin në këtë jetë. Dhe ti, nëna ime, nuk më ke lënë kurrë, ke qenë pranë meje, në zemrën time, në ëndra, në heshtje, në ato qaste kur zemra ime të ndjente dhe pse s'të shihja dot. E di që ti mi ke përcjell në çdo moment të errët të jetës time, edhe pse unë s'te kam parë. Dhe sot jam gati të them, shko e qetë në dritë. Shko atje ku ekziston vetëm dashuria. Unë do të vazhdoj të jetoj, duke të mbajtur praninë tënde brenda meje, duke e mbajtur kujtesat me ty, këshillat e tua, sepse tani e di, dashuria nuk vdes kurrë, ajo vetëm ndron formë, dhe një ditë do të jemi bashkë sërish, në dritë, në dashuri, në përjetësi, me shpirt dhe zemër, vajza jote, Vjosa. Nëse po e dëgjon këtë dhe zemra të dhëmb, mos kërko ta fshehesh dhimbjen. Ajo është me të vërtetë dëshmi dashuria. Dhe mos haro, dhimbja është dashuri që s'ka ku të shkoj, por dashuria gjithmonë gjen në rrugë. Ajo kthehet në kujtim, në butësi, në forcë. Dhe një ditë do ta ndjesh nënën, babajn, bashkëshortin, fëmijën, vllaun, motrën, jo pranë teje fizikisht, por brenda teje si një zë që të thotë, unë jam ende këtu, mos ke frikë, ti e di si të duash, me kujto me dashuri, jo me hidhrim. Dhe tani merr frymë thellë dhe thuaj vetës me butësi, dashuria nuk vdes kurrë, ajo ndron vetëm formë, dhe një ditë do të bashkohemi prapë. Zia nuk është fundi, është porta drejt një dashurie më të thellë, më qetë dhe më të përjetshme. Pra ne duhet të themi, unë mbaj brenda meje çdo kujtim, dashurinë, këshillat e atij personi edhe me te. Jetoj çdo ditë me dritë dhe dashuria e atij personi më përcjell vazhdimisht në çdo hap të jetës time. Uroj që fjalët që dëgjove të kenë krijuar pak hapësirë brenda teje, një frymëmarrje më të thellë, një çast pranie me vetveten. Në psikologji themi se dhimbja nuk largohet kur e fshehim, por kur e ndëgjojmë me mirësi, kur i japim zë emocioneve që kemi mbajtur gjatë në heshtje. Ato fillojnë të lëvizin dhe çdo ndjenje që lëviz edhe shërohet. Nëse sot ndjeve ndonjë çlirim të vogël, dije se ky është trupi dhe mendja jote që po gjejnë mënyrën për të rigjetur ekuilibrin e tyre. Procesi i zis është një udhëtim psikologjik dhe emocional, ku dhimbja fillimisht na copton, por më pas na rindërton
me të ndjeshëm, me të vetëdijshëm, me njerëzore. Mos haro, çdo përjetim është unik. Nuk ka një mënyrë të duhur për të vuajtur, as një kohë të saktë për të ndjerë pastaj mirë. E vetmja gjë që kërkon shërimi është vëmendje butë dhe pa gjykime. Dhe nëse një dike që po kalon në përgëdhimbje, që mban faj ndoshta mall apo ndjenja të pashprehura, ndaje me këtë. Ndaje me atë person këtë episod të podcastit. Ndoshta këto fjalë do t'i ndihmojnë ta kuptojnë se ajo që ndjen është normale dhe se shërimi nuk do forcë, por kujdes. Faleminderit që ishe pjesë e këtij udhëtimi. Faleminderit që ekziston. Namaste.